Teza e provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë përfundoi në rrjetet sociale gati 20 minuta pasi mbi 26.600 maturantë në të gjithë vendin nisën testin e dytë të maturës shtetërore. Ministria e Arsimit në një reagim zbuloi se teza u fotografua në një qendër provimi në qarkun e Kukësit dhe maturanti që e publikoi u zbulua dhe u ndëshkua me përjashtim nga procesi. Në deklarat theksohet se ky akt ka ndodhur pasi provimi ka nisur dhe nuk ndikon në asnjë mënyrë në zhvillimin apo integritetin e procesit të mbajtur nën monitorimin e gati 2000 administratorëve të provimit dhe punojësve të strukturave arsimore. Në përgjithësi, maturantët e cilësuan testimi më të lehtë nga çfarë ishin përgatitur, ndaj dhe pritshmëritë janë për rezultate të larta. Prisja pak më të vështirë, po ishte mirë. Që okej, domethënë sipas standardit, vetëm te pjesa e gjuhës kishte disa pyetje kletë të gramatika. Provimi ishte shumë i lehtë, ishte nivel mesatar. Për mua ishte goxha e thjeshtë. Dhe shpresojmë që të kemi marrë 10. Maturantët do t'i nënshtrojë të martën tjetër testimit në matematikë dhe më pas provimit në lëndët me zgjedhje, ndërsa Ministria e Arsimit thotë se është angazhuar që matura shtetërore të përmbyllet si një proces i drejtë dhe i ndershëm dhe vlerësimi të jetë i bazuar në meritokraci.